Filtrat e kondicionerit minimumi njërë në 2 javë duhet pastrohen. Minimumi. Po, sidomos verës, po sepse po ta vesh re ki filtri këtu. Është shumë kollaj dhe nuk do asnjë gjë që të merr. Çfarë materiali ka filtri? Kjo është antibakterial. Ti pastrohen më mirë? Është shumë e thjeshtë, vetëm me ujë të pastër ose me një detergjent shumë të lehtë. Detergjent enësh. Detergjent enësh. Kemi çfarë përdorim? Po, asnjëherë nuk përdorim gjëra të rënda dhe po zakonisht me ujë. Po ta lash shumë shpesh vetëm me ujë është super okay. Thahet shumë shpejt kjo dhe e vendosën. Por asnjëherë të njoma, sepse po ti vendosësh sot të njoma ti deri necër është bërë shumë më keq se sa kanë ato të dyja. Është bllokuar dhe ai nuk ftof, por përveç se nuk ftof, ka dhe efekte të tjera anësore. Absolutisht, si te kursimi i energjisë, si te çdo gjë tjetër. Domethënë edhe te kursimi i energjisë, filtri është. Si na kursin energji filtrat? Po shiko, është njësoj sikur ne të zëjmë frymën dhe të heqim me sforca. E njëjta gjë është edhe kjo, që nëse kjo bllokohet, kondicioneri do funksionojë shumë keq, do funksionojë me sforca shumë të madhe dhe gjatë gjithë kohës do harxhoj sepse ai nuk arrin që të çojë temperaturën e duhur në ambient.